Sot marrëdhëniet e kryeministit të Kosovës me kryeministin e Shqipërisë janë të ndera. Në ceremoninë e varrimit të ish kryeministit Fatos Nano, ata u pan të dy, po Rama se që fliste, Kurti kokën përpjet, po mua më ka bërë shumë përshtypje një moment skandaloz kur zoti Kurti erdhi nga Prishtina dhe u fut në stadiumin Erën Benja, ku luante kombëtarja e Shqipërisë, dhe ai rrinte katën e dytë, Edi Rama katën e parë. Imagjino zoti Uskaj çfarë kanë bërë serbët kur kanë parë këtë skenë. Domethënë as e takoi, as e i dha dorën, as e përshëndeti dhe për 2 orë që ishte ndeshja, kryeministi i Kosovës katën e dytë, kryeministi i Shqipërisë katën e parë. Tani, pyetja ime është, unë po pyes një ish luftëtar të UÇK-s, që luftohet me armë dorë dhe ke 10 të vrarë në familjen tënde. Si e përcakton ti që 2 kryeministra të 2 shteteve me shqiptar nuk komunikojnë dhe nuk i kanë marrëdhënien të mira? Okej. Për çështje politike na i kem kalu disa procese edhe opinioni i din. Për ku kanë qenë raportet mes Shqipërisë dhe Kosovës institucionalisht, po unë duhet ta ritheksoj ato që e theti më herët, ku thotë Kosova jona dhe nuk kam nevojë se kur në jetë nuk e falenderoj dikon publikisht pse bën diçka për Kosovën, as ty s'falenderoj publikisht pse falenderoj qoftë se bën diçka personalisht për mua, po për Kosovën absolut. Kështu që e kam parem këtë. Edhe Hashim tha që si ka pas mirë raportet me personale se pozoj me Berishën. Mirë po në kohën kur ka qenë president, po mendoj kryeministër Berisha dhe kryeministër Thaçi, i kanë marrë raport, ju e dini shumë bukur kur është institucionale shumë të afërta. Po, e dini me 10 takime kanë shku zbatur. Kur është hap rruga e kombit, Hashim Thaçi dhe Sali Berisha e kanë shtyp botonin. Nuk duhet hinë në raporte a e kanë dashur njëri tjetrin as e. Por se kanë dashur fare thuj. Tash dal te Kurti. A ka mundësi të mas sharon mu dikush për krasit e Kurtit, si është e mundur kryeministri i Kosovës nuk e shpenzon asnjë ditë pushime në Shqipëri, po krejt pushimin shkon e kryen në Greqi. Do thënë ai s'bën asnjë ditë pushim. Kur asnjë ditë pushim. Asnjë ditë pushim. Asnjë, qoftë se quhet pushim ardhja në varrimin e ish kryeministrit Nano. Ma thot mu një shqiptar, një gazetar, një analist. Vetëm në Greqi. Si mund? Po në Danimark? Do shta shkon edhe na për Evropë. Jo, Danimark thema, e ka pasaportën Danimark? Jo, e ka Norvegji. Norvegji. Ato janë vizita familjare. Që shkon e viziton gruan e vajzës. Bën pushime ai në Norvegji apo jo? Ban pushime në Norvegji. Po unë po dal ato pja arsyetoj. Unë po dal çe ku Greqia dhe çe ku është Shqipëria. Si mund shkon kryeministri i Kosovës 5 javë ditë të kryen pushim bën plazh nishujt grek dhe mos ta shfrytëzon një ditë pushim të shkon ta viziton, të bën një ditë pushim, një ditë plazhën plazhet shqiptare. Po e përsërisë një pyetjen, si të duket ty kur 2 kryeministrat nuk shkojnë? Kujt është faji? Është absolutisht i Albin Kurtit. 100%. S'është i këtij toni. Jo, absolut. Nuk ka bërë një gabim Rama. Jo, çore, Rama nuk e ka bërë asnjë gabim. Pse e themi se ta anullimi i mbledhjes qeverisë atje në Prishtinë ishte gabim i Ramës apo jo? Jo, nuk ishte gabim i Ramës. Nuk ishte gabim. Jo, nuk ishte gabim i Ramës. Pse? Dëgjoj, Rama, sipas opinionit tim dhe mendimit tim, Rama koordinohet shumë me ndërkombëtarët. Por Rama din edhe ku ka limite për ndërkombëtarët. Edhe Rama e ka sqaruar çështjen e anulimit të qeverisë, mbledhjes përbashkët të qeverisë në Prizren, sepse ka qenë kërkesë absolute ndërkombëtare, se ju e dini shumë mirë çka bëri Kurti në atë kohë me çështjen e targave, me çështjen e letërnjoftimeve, me çështjen e kryetarëve të komunave serbe. Zoti Çafuku. Unë kam qenë në Mitrovicën Veriore, kam filluar shkollën e mesme. Edhe pse jam nga Peja, s'kem pas shkollë të mesme në mjekësisë, e kam vazhduar atje, kam filluar atje dhe kam vazhduar në Gjermani. Ajo pjesë e Kosovës, se ta një pitojnë Mitrovicë Veriore, Leposavici, Zveçani, Zobin Potoku, unë si i ri, si nxënës jam konë në ato vende. Struktura etnike ka qenë çdo herë shumicë e serbëve. Hashim Thaçi punoi me mishë me shpirt, edhe i inkuadroi. U krijuan strukturat legale, u pranuan zgjedhjet në Kosovë. Ky shkon i cakton kryetar komune me 4 vota. Edhe i thot Bocu nësë njof kush i njës si anuloj zgjedhjet.
4 vota. Çfarë legjitimitet